garantoj... Pra asnjëherë nga dy sfidat sot, nuk beson që asnjëherë nga dy sfidat mbyllet që sot? Jo, Arsenali gjykoj është pak më i favorizuar, sepse ka treguar që në transfert ka mundur të marrë rezultat pozitiv, kurse Reali me Bayernin absolutisht nuk mund të themi, sepse çdo rezultat i sotëm mund të përmbysë ndeshjet e kthimit. Ndërkohë, nesër u vil kemi Barcelona Atletico Madrid, ripërsëritet pas pak ditësh sepse dje Barcelona e mposhti në Madrid. Atletico dhe Paris Liverpool. Shiko, unë të dyja ndeshje të jashtëzakonshme dhe kemi fatin që ti ndjekim, ti shikojmë dhe që të asistojmë një farë mënyrë edhe pse larg, po të asistojmë në këto dy takime. Barcelona një ndeshje, Barcelona Atletico Madridit pra, dhe çfarë koincidence, luhet me 4 prill pra 3 ditë përpara, do luajnë sot pas një jave, në arkun e 10 ditëve 3 ndeshje që ne e dim se do të thotë luhen në çdo të thotë këto që janë të përballje. Pra, do jetë një ndeshje nervësh, besoj një ndeshje derbi pra spanjoll. Priten skuadrat të jenë skuadrat cilat mund të ofrojnë spektakël, por që në një duke referuar shifrave, edhe pse nuk janë decisive, por diçka tregojnë, bilanci është shumë i thellë për Barcelonën. Pra 151 takime që kanë luajtur bashkë, 115 i ka fituar Barça dhe vetëm 80 ka fituar Atletico Madridit. Kështu që gjykoj që janë shifra, nuk janë referuese maksimalisht, por që ndryshe në Europë ka një detaj të rëndësishëm se ndryshe në Europë, në 3 përballje që janë midis tyre, në një tetën pra në fazën gjysmëfinale, çerkfinale, Atletico Madridit e ka eliminuar Barcelonën. Mos harrojmë që edhe në Kupën e Mbretit, Atletico Madridit e eliminoi Barcelonën. Por që ndryshojnë raportet ndryshojnë sepse skuadra e Barcelonës komandon Ligën 1 pra, një skuadër që në një farë mënyre dikton ligjin, duke referuar dhe këtij fakti pra. Kështu që mos harrojmë që në kampionat ka fituar 2 takime, 3-1 fazën e parë dhe ndeshjen e kthimit, ajo që ishte një spektakël pra, edhe pse 1-0 për Atletico në Madrid mundi ta rikthente lojën në 2-1 me Lewandowski, një nga autorët e golave. Kështu që Barcelona ka eliminoi Newcastle me një bilanc 8-3 pra në total, kurse Atletico eliminoi mos gaboj Tottenhamin pra. Pra kemi të bëjmë edhe që do të sulmojnë të dy skuadrat, do të sulmojnë se pas me kalimin e këtij turi i jepet shansi mundësi maksimale për të sulmuar dhe trofeun. Kështu që mund të them që kam vështirë të them se kush mund të jetë skuadra e favorizuar në këtë takim. Barcelona shoh atë Yamalin, lojtar në formë, lojtar që fantazon, improvizon, shënon, por Atletico është një skuadër taktikisht shumë e vështirë për ta mundur. Okej, këshe, nëse do bëj një parashikim, gjysmëfinalet, këshe 2 gjysmëfinale. Disa e vështirë është. Jo, po t'ishe kaq kollaj, nuk bëhesh i fare në ndeshjet. Pra, shiko sa e vështirë është. Ose më sakt, Uvil, më lirë ta bëj pyetje ndryshe. Kush do doje ti t'ishe finalja? Kë do doje ti t'kishe në finale? Sigurisht do doja Barcelonën, sepse e cila ka një objektiv pak më shumë se sa Atletico Madridit, se mos harrojmë vitin e kaluar u eliminuan nga ky trofe. Ka kohë që nuk e sulmon, që nuk e merr, por që ç'është e vërtetë ofron më tepër spektakël dhe për të argëtuar, për të parë një ndeshje të bukur, do doja Barcelonën, ndryshe është Atletico, pra një skuadër e vështirë që nuk le hapësira, nuk ka spektakël, të merr lojën, rezultatin dhe vetëm kur kujtohet që shiko, u kualifikua Atletico, po pat lënë diçka një shenjë në memorie, si Barcelona që në ndeshjen e fundit me Atleticon, pasimi që ka bërë Yamal është konsideruar një ndër kryeveprat më të mëdha që mund të ekzistojë, pra një e pamundshme në aspektin njerëzor e pasimit, driblimit dhe pasimit që bëri. Pra Barcelona ka një arsenal me lojtarë të tillë që mund të ofrojnë spektaklin. Përballë kujt? Barcelona këtë do doje shikoje finale, Barcelona... Unë do doja Barcelona Liverpool.
Okej. Më ka lodhur në kuptimin sportiv, më ka lodhur Atletico, më ka lodhur Bayern Muniut, dua një emër pak më ndryshe sepse edhe PSG do ta doja në finale, sepse edhe dua që të alternohen trofet, të alternohen skuadrat, shikojmë emra, po jo të njëjtët emra Real, Bayern, një farë mënyre, thojza e them, sigur jemi mërzitur me këta emra. Kështu që do doja emra të ri që edhe margëtojnë pak. Në fund, një 3 minutë për Ligën Superiore e Shqipërisë, për Superligën ta? Si do duke ja? Sigurisht që unë mund të them që gjykimi aty është pika jote e fort dhe pika ime e dobët. Tani këtu mund të diskutojmë shumë gjatë bashkë për një episod që unë të dërgova si tifoz, ishte apo nuk ishte upside goli. Dhe që është e vërtetë, unë e kam diskutuar dhe me miq, me shok, sepse është një lloj eksperjenca, rastet gjithmonë diskutohen, komentohen dhe që më erdhi mirë që komunikuam bashkë me atë rast. Sigurisht janë arbitrime shtëpies e një 90 minutë ku nëse do t'i ndajmë, në Itali ka një shprehje ku thonë që të tre bëjnë lojën e tyre, pra një skuadër bën lojën e saj, tjetra bën lojën e saj, edhe arbitrat kanë lojën e tyre në kuptimin figurativ. Pra nuk do të merrem me lojën e arbitrave sepse është një lojë që e administrojnë, e dinë ato me radhë. Siç edhe ato gabojnë, edhe ato mund të mos arbitrojnë mirë, si dhe një skuadër që në lojën e saj gabon, nuk luan mirë. Pra është një lloj, flas në një lloj fantazie, një lloj. Kështu që pa u futur në atë të arbitrave, unë do t'i referohem kampionatit i cili Superligës, e cila 3 skuadra pothuajse janë garantuar që janë të kualifikuar për në Final Four, dhe siç e thamë, pra është Vllaznia me 56 pikë, Elbasani, Egnatia dhe Elbasani, të cilat janë shkëputur edhe shikoj që në 6 javë që kanë ngelur, 5-6 javë është mundësia 0 minimale për t'u kapur nga ekipet e tjera. Sepse do ruajnë ndeshjet rezultatet, do të administrojnë zonën ku janë dhe ndeshjet që do të kemë përballë. Ajo që është interesante është betejë ndërmjet Partizanit dhe Dinamos, sepse janë dy skuadra me 44-43 dhe njëra nga këto do shkojë. Pra rivaliteti është tek këto dy skuadra. Pak më e favorizuar më duket Dinamo, ka më tepër entuziazmën, vjen me një fitore me Elbasanin e rëndësishme, se sa Partizani që umbet me Vllaznin në një shans të jashtëzakonshëm në Tiranë. Por që prapë mund të alternohen rezultatet ndeshjet, për nëse do t'i referohemi tek javës që vjen, për shembull, Vllaznia pret Teutën, një ndeshje që teorikisht është e fituar, Elbasani pret Partizanin që mund të ketë ekuilibër në këtë ndeshje, Bylisi pret Dinamon, e gjykoj Dinamon disi më të favorizuar, teorikisht flas, sepse ndeshjet 90 minutat mund të prodhojnë gjithçka. Por që ajo që është alarmante, e keni thënë, është flamurtari i fundit, një skuadër e futur, e rikthyer në superiore me entuziazëm dhe me shpresë të madhe për të qenë protagoniste, por që realisht nuk mund të jetë, sepse po ti shikosh edhe pikët që ka pothuajse në fund me 25 pikë, nuk është e lehtë për t'i shpëtuar, po kështu dhe edhe Tirana. Një barazim në Vlorë që ishte këtë javë 1-1 me polemika një farë mënyrë, por që nuk favorizoi asnjë skuadër. Pra unë këto dy skuadra i shikoj të rëndësishme për të qenë apo jo në superiore, unë ta bëra pyetjen time për Partizanin, ndërkohë që çunat e regjisë, se ne jemi dhe kundërshtar këtu, po më thonë, po më kërkojnë, të lutem pyetje pak Uvilin, a ishte penaltia e flamurtarit? E vështirë për ta përcaktuar, sepse vendimi në fush është krejt ndryshe me atë që marrim në VAR, që gjykojmë e bëjmë. Kështu që unë them që vendimi i arbitrit ishte i drejtë. Okej, besoj e morën përgjigjen edhe djem të regjisë. Uvil Zajmi, shumë faleminderit. E vlerësoj shumë kohën tënde, të përshëndes dhe të uroj një vim dite të mbar. Faleminderit shumë. Shpresojmë të argëtohemi sot dhe nesër, sepse nuk folëm, por dhe me Liverpool Paris Saint-Germain nesër. Po, patjetër. Ajo është super. A di pse nuk pyeta më gjatë për atë, sepse e di që gjysma zemrës tënde është me Inter, gjysma është me Liverpoolin. Do ishte e anshëm aty. Dhe shpreha e bukur që dëgjova sot ishte që nesër luan Liverpool, i Nobel futboll, pra skuadra Nobel e Europës, i kanë vu dhe këtë emër. Okej, Uvil Zajmi, shumë faleminderit, shpresoj shumë të kënaqemi me këto super sfida, të përshëndes. Ndërkohë, ka një lajm të fundit nga gjithë media ndërkombëtare, sepse me shpresën që po flisim me Uvilin, me shpresën për të parë ndeshjet mbrëmjen e sotme dhe nesërme, po